Duam të shprehim një falënderim të sinqert për të gjithë qytetarët që sot dolën dhe ushtruan të drejtën e tyre demokratike. Pjesëmarrja e juaj është dëshmi e pjekurisë sonë demokratike dhe përgjegjësisë që qytetarët e Kosovës tregojnë ndaj të ardhmës së vendit. Faleminderit secilit qytetar që vendosi të mos qëndrojë anash, por të bëhet pjesë aktive e vendimarrjes. Një falënderim i veçantë shkon për të gjithë ata qytetarë që na besuan dhe na votuan. Gjatë gjithë ditës kemi thënë, me përulësi dhe përgjegjësi, se mbështetja që po marrim ka një peshë të veçantë. Sot, bazuar në të dhënat dhe sinjalet që ne kemi nga tereni, e ripërsërisim këtë mesazh. Kjo votë po shkon drejt të qenët vendimtare dhe historike për Partinë Demokratike të Kosovës. Kjo na nderon, por mbi të gjitha na obligon para qytetarëve, dhe ky është një mesazh i qartë i tyre për më shumë stabilitet, më shumë unitet, më shumë zhvillim dhe një jetë më të mirë për secilin. Është kërkesë për qeverisje serioze, të përgjegjshme dhe të ndërtuar mbi interesin publik. Në këto momente, kur kanë mbetur edhe pak minuta deri në mbylljen e vendvotimeve, ftesa jonë është e qartë dhe e drejtë për drejtë. Nëse ende nuk e keni shfrytzuar të drejtën tuaj për të votuar, dilni dhe bëjeni këtë. Sot, çdo votë ka rëndësi dhe çdo qytetar, veç e veç, mund ta bëjë dallimin. Gjysmë ore kohë për të votuar mund të jetë një hap i vogël për ju, por është një hap vendimtar për të ardhmen e vendit tonë. Demokracia forcohet kur qytetarët marrin pjesë, kur flasin përmes votës, marrin nga mesazhet, nga të dhënat të cilat i disponojmë nga tereni, jemi shumë të bindur në një rezultat shumë të mirë të Partisë Demokratike të Kosovës, ashtu siç ka qenë edhe në zgjedhjet e kaluara, ashtu siç ishte edhe në zgjedhjet lokale, qytetari i Republikës së Kosovës në mënyrën më të përgjithshme dhe më të dinjitetshme të mundshme po vazhdon ta përkrahë Partinë Demokratike të Kosovës.